Me një kast aktorësh të mrekullueshëm, Teatri i Tetovës nesër sjell premierën e shfaqjes në përballje me vdekjen, e cila mbështetet në krijimtarinë e William Shakespeare dhe August Strindbergu. Regjia mban firmën e regjizores së njohur Afrodita Nuhi, ndërsa për kostumet është kujdesur kostumografja Medina Hoxha. Shfaqja trajton marrëdhënien ndërfamiljare, duke bërë temën jashtëzakonisht aktuale dhe afër publikut, pasi secili mund të gjejë veten në ndonjë prej situatave që shpalosen në skenë. Procesi ka qenë shumë i mirë, shumë i këndshëm. Kemi pas proces jo shumë gjatë, realisht. Ka qenë 1 muaj e gjys periudha e caktuar e provave, përgjithsisht. Dhe unë uroj që kjo shfaqje të ketë shumë një gjatësi, sepse vërtet ja vlen shihet, është një tematikë që përballet me fenomenin ton aktual që e kemi, edhe uroj që kjo shfaqje të shëtisi sa më shumë. Është, domethënë, tematika mes prindve dhe fëmijëve. Është një tematikë, jo vetëm kjo, është më e gjerë, domethënë ne kemi kap jo vetëm një linjë që është prind-fëmijë, kemi kap edhe linjat përballjet mes motrave, mes familjes. Shfaqja është dramë socio-ekonomike dhe flet për raportet mes prindit dhe fëmijës dhe se deri ku mund të arrijë një prind për mirëqenjen e fëmijëve të vet. Vetëm një ditë pas premierës së përmendur, Tetova do të vazhdojë me një tjetër aktivitet kulturor të rëndësishëm, Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë Ditët e Naimit, i cili këtë vit do të mbahet për herë të 29 me radhë. Festivali do të nisë me një manifestim para shtëpisë së kulturës në orën 19:30, ndërsa më pas do të vazhdojë në sallën e madhe të Pallatit të Kulturës, ku do të hapet zyrtarisht edicioni i ri dhe poetët pjesëmarrës do të lexojnë krijimet e tyre. Sallën e madhe të Pallatit të Kulturës do të çelet edicioni i 29 dhe do të lexojnë poetët krijimet e tyre. Aty do të ndahet edhe çmimi letrar Naim Frashi, poetit të madh austriak Manfred Schobot, që si ne do të kemi 22 poet nga vendet të ndryshme të botës, si nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Republika Dominikane, nga Kolumbia, pastaj nga Polonia, nga Austria, Italia, Kroacia, Slovenia, Bosnjë-Hercegovina, Malizi, Greqia, Turqia, Azerbajxhani, Bullgaria e kështu me radhë. Manifestimi letrar Ditët e Naimit do të përmbyllet me orën e madhe letrare, e cila tradicionalisht mbahet në ambientet e Teqesa Arabati Baba në Tetovë. Aty, poetët nga vende të ndryshme të botës do të prezantojnë krijimtarinë e tyre poetike, duke shndërruar Tetovën për disa ditë në një qendër të poezisë ndërkombëtare.